Në këtë 28 nëntor në Vlorë nuk munguan as shqiptarët e trevave, me qindra shqiptarë të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, mbërritën në qytetin bregdetar për të festuar ngritjen e flamurit dhe shpalljen e pavarësisë kombëtare, të veshur me kostume popullore, të mbuluar me flamuj kuqezi, disa duke mbajtur në dorë edhe flamurin e UÇK-s. Qindra shqiptar të trevave udhëtuan qindra kilometra për të mbërritur në këtë ditë që, siç tregojnë dhe vetë, është e shenjtë për ta. Shqiptarët e trevave, të cilët prej vitesh disa prej tyre jetojnë në emigrim larg Adheut, nga sheshi flamurit urojnë pavarësinë për të gjithë, teksa thonë se ka ardhur koha për bashkim kombëtar. Një mesazh e kanë edhe për politikën, për të cilën tregojnë se duhet jetë ajo që të bashkojë troje shqiptare dhe jo të sillet si tani që përçan territorin e Shqipërisë. Keni ardhur sot? Nga Kosova. Nga Kosova, nga cili qytet? Qytetit komunës Skënderajt. Po. Fshati Obriult. Vini çdo 28 nëntor? Vim çdo 28 nëntor vina këtu, po unë jem për herën e parë, këta shokët vinë për çdo vit. A unë jem për herën e parë 80 vjet. Për herën e parë? Për herë të parë sot më rinë në tokën e Shqipërisë, për herë të parë për pavarësinë e Shqipërisë. Ke emocione për këtë ditë sot? Kam emocione shumë se jo pak. Si s'kom pas mundësi më orë ma herët, një mesazh për këtë gjithë shqiptarë, gjithë ka janë, ju bëj thirrje me morë pjesë në këtë festë madhështore, vllaznore. Nga ke ardhur? Nga Suareka. Mirëmëngjesi mas pari gjithë këtu Vlorës, mirëmëngjesi. Unë kam marrë dhe festoj që 5 vite vi rregullisht vi këtu. Po jo marrë dhe me vllau, unë jem pi Norvegjisë edhe që kemi ardhur dhe festojmë edhe për 100 vjetorin, po që 5 vite vi rregullisht. E urime gjithë shqiptarët kudo që janë. Jo, vëre, nuk jem lo. Shumë bukur. Është kënaqësi dhe kënaqëri për festën e flamurit kombëtar, një herët edhe për shpalljen e pavarësisë shtetit shqiptar, 113 vjet shtet. Ke marrë postafat për Zvicrës ke marrë. Jetojmë në Zvicër që 37 vite. Në origjinë nga Shqipëria. Kosova, nga Kosova, jena nga Drenica. A pjesa tjetër e Shqipërisë? E pjesa tjetër e Shqipërisë, ashtu. Ditë kombëtare sot, krenari kombëtare besoj. Po, sigurisht i po. Prej nga vjen që feston? Vim nga Deçani. Nga Deçani. Po. Vit për vit, çdo nëntor jemi? Kryesisht prej vitit 1999, 2000, mos 20 herë kom qenë këtu. 20 herë. Çdo herë na vim e festojmë, kjo është festë kombëtare e gjithë popullit shqiptar. Edhe do të krenohemi, edhe do të arrujmë, edhe kërkoj që nga gjitha shtresat politike që të lidhen edhe të bëhen një trup, një komb, një qëndrim. Jam Fekri Qufaj, vi nga fshati Përrep, komunës Deçanit, po zemra më bëhet mal, në çdo, jo vetëm në Vlorë, po në çdo vend dhe në çdo troj, në çdo fshat, në çdo qytet që ka shqiptarët. Më bëhet zemra mal, inshallah të jemi çdo herë të bashkuar, ta festojmë bashk, urime e gëzuar gjithë shqiptarëve në krejt rrugën toksor. Jam me miqtë e mi nga Deçani, gëzuar festën kombëtare të shqiptarëve, festën më të madhe të shqiptarëve dhe Zoti na bekoft për bashkimin kombëtar shqiptar. Duke valvitur flamurin e UÇK-s, së bashku me shqiptar të tjerë të Kosovës, ishte prezent në sheshin e flamurit edhe një prej deputeteve të Kuvendit të Republikës të Kosovës. Prej Vlorës historike, ajo uron pavarësinë kombëtare. Deputetja e Kuvendit të Kosovës tregon se çdo nëntor vjen në Vlorë pasi e do qytetin, e do Shqipërinë si djepin e historisë, vendin ku u shpall pavarësia kombëtare. Sepse UÇK-ja e ka sjell pavarësinë e Kosovës, sot dhe festojmë gjitha pavarësisë, edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës. Është akti më sublim i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ka sjell pavarësinë e Kosovës, rënoft UÇK-ja, rënoft populli shqiptar. Nder dhe lavdi për gjithë që kanë kontribuar për shtetin e Kosovës, familjeve të dëshmorëve, invalidëve, po edhe veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Çdo nëntor në Vlorë? Po, kryesisht vim çdo nëntor, sepse e duam Shqipërinë, e duam Kosovën, njerë që kemi kontribuar dhe i gëzohem çdo suksesi edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. Një fotografi pranë përmendores së lirisë, flamuj që valviten kuqezi, por edhe duke kënduar këngë patriotike dhe kërcyer valle popullore adetare, shqiptar të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, kanë festuar më së miri 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë në Vlorë.